atmosferës së zgjedhjeve dhe ngjarjet që e pasuan, sigurisht që jeta po hyn në rrjedhën e saj normale. Njerëzit shkojnë në punë, fëmijët shkojnë në çerdhe, në kopshte, nxënësit shkojnë në shkollë, dhe kështu ka ndodhur edhe për dy nxënëset tona këtu në Porto Channel, dy nxënëset. Një gjotë ashe, që jemi në rregull, se ato ka një gjotë që janë që qelpsira, më kuptonë. Ta që cigare, pi cigare ti, shumë bukur, nuk pi, bravo. Hashash, pi hashash ti? Hashash, pi hashash. Po pse pas ke prisur me hashash, ma? I shikon ato nxënësit e funit, gjithë pi kanë barë ato, dash kanë barë gjithë, ma, shikon të bërë. Një gjotë ashe këto. Me qërë se asha shpi, mos më pi në klasë, po hajtë ke zyra ime, mos më boto gaf me nxënëset, që më prisë nxënëset mo. Dakor? Shumë bukur. Drogra të tjera të jeta nuk fi. Shumë bukur. Ta shi të të prezentoj me këto qelpqirat. Ti parasysh, bojnë atë që nuk ta ka bon njeri. Shikote që këmeni në dhe të shpenje. Qonë kom, se ka ardhë drejtorin e profesorin, qelpqira. Fuqo, vazhdo. Një gjoni këto, kjo është profesori i ri, edhe një gjoni këta po ju them, mora vesh që keni bosh zhurëm, po mora vesh që keni bosh zhurëm, e po mora vesh që keni bosh. E ne mora vesh që keni pi barë, e ne mora vesh që keni pi barë. Një gjo, kjo është një shkollë e qetë dhe një shkollë shumë e edukuar. Do ta shikoni këta, punë të mbarë, qelpshira mos ta keme merak. Punë të mbarë, profesor. Faleminderit. Ulu, të menjen. Atëherë, unë jam mësuesi i marrëdhënieve me publikun. Pra, do të bëjmë lëndës e marrëdhënies me publikun. Pra, si s'po ju thosha, bashkë do të bëjmë në fillim njohjen. Do të njohjen do të bëjmë në formën e terapie në grup. Unë do them emrin dhe ju do thoni mirë se erdhe. Dakord? Unë jam mësues Bobi. Mirë se erdhe mësues Bobi. Një sekund, e gjithë klasa, sot mirë se ardhin, e gjithë klasa. Unë jam mësues Bobi. Mirë se erdhe mësues Bobi. Kjo ishte, prezentojmi. Unë jam Bela. Mirë se erdhe Bela. Që mirë. Unë jam Stella. Mirë se erdhe Stella. Kjo pra ishte marrëdhënia me publikun. Dakor? E kuptuat? Po, në qoftë se në publik ka edhe meshkuj dhe femra. Ne me këtu kemi lidhje. Bila, pse e ka që trash o gocë? Unë që jam alamet femre seksi, do kem lidhje me meshkujt. Kurse ti që nuk po gjen do të dashur, provoj njërë me femrat. Të bile jeti me. Tu menjen. Shemi debile unë, që të them unë, provoj me presorin pra. Me mua. Unë bëj marrëdhënie me publiku nuk bëj. Jap marrëdhënie me publiku thash. Dakord? Po. Atere, marrëdhënia me publikun do të thotë që të shmangësh luftrat, dhunën edhe konfliktin. Po, prandaj nuk krijoj marrëdhënie unë me meshkujt, se di si janë ata, janë të këqinj. Qa të bëjnë ata? Se nuk të dëgjova mirë. Profesoro, janë të këqinj, janë të këqinj, ashtu është. Po. Po kësa i qëllojnë ashtu, profesor, se fëmijët e di si janë si dele, me një shikimi e tuq në toke e. Avancimi i teknologjisë moderne ka sjellë zhvillime dhe në marrëdhënie me publikun, që të thotë audienca nuk është më që me informacione, por jep në mënyrë të pavarur. U kuptuam? Profesor, çfarë e ke nedën e Big Brotherit ti?
Pse? Po se ngjani nga filozofia e ngjyrës së lëkurës. Shto? Nuk është o greni ky me budallaqe, nuk është o greni. Tu menjen! Këtu. Tu menjen, atëre, kjo ishte mënyra e komunikimit. Marrëdhënie me publikun ka në bazën e tij komunikimin. Pra s'dini ju për komunikimin. S'dini ju për komunikimin? Po profesor. Po kjo është e lehtë fare profesor. Komunikimi është që të flasësh me celular. Normalisht kur ke lekë, ose kur nuk ke lekë, s'ke ç'a thua, s'ka komunikim. Bravo. Faleminderit profesor. Ja ke futur, po ja ke fut kot. Ulu. Ke të drejtë. Kot ja futi sepse komunikimi është të flasësh. Kaq. Bra, më pëlqen. Ma fillo pak më tej. Tani, është komunikimi i madh, është dhe komunikimi i vogël. I madhi është kur flet me të rriturit, i vogël është kur flet me kalamaj. Bravo! Se në ka ardhur dhe drejtori këtu, në ardhur dhe drejtori. Drejtor! Më kishe thënë për inteligencën që ka klasa jote, po unë u befasova, Se vënë dyshim. Ore, qaj pas keni bërë profesorit, qa pas ka profesori kështë? I keni dhonë gjotë bardhë profesorit të dyja? Detor, një minutë, detor. S'kanë dhonë hashish? Shëndet! Flasti, qelpsirë! Qaj keni bë profesorit, moj qelpsirë? Jo, drejtor. Pas ka luajtur mënç, moj qaj keni bë profesorit? Drejtor. Ne! Pa e gjitha flokët vetë shkulli. Po bra, qaj pëm na? Një qoni. Ju të tyja, di që doni, ju doni dru, tha. Ju doni dru. Gjithë ditëm, nesh, doni dru. Zoti drejtor. O, prit. Ku do japësh druti? Mua do më japësh druti? Ty do të bëj dru, do me bë dru, do me pi barti. Po jo. Ti do me pi barti. Jo, Të lutem, këto dyja nuk kalojnë as këtë verë, as verën tjetër, edhe as semestrin tjetër s'ka për të kaluar me mua. Shumë bukur, ti më pëlqen, po një qoni këtu ju qenë vështira. Ju që na keni shkatëruar pedagogë. Ju që më keni shkatëruar stafin e ri. Hapu dhe. Që Hapu dhe të futet.